Risku është i garantuar nga Allahu. Në grupin e dukurive, funksionimi të cilave diktohet prej një rregulli jashtëzakonisht të saktë, është edhe çështja e riskut. Ashtu siç bëhet e qartë dhe e ditur në shumë ajete të Kuranit Kerim, të cilët do t'i përmendim gjatë trajtimit të kësaj teme shumë të ndjeshme për të gjithë njerëzit, qofshin besimtar apo jo besimtar. Për këtë arsye, pikë së pari, do të hedhim një vështrim të shkurtër ajeteve 22 dhe 23 të surës Dhariyat. Në ajetin 22, Allahu i Madhëruar na tregon dhe thotë se në qiell është furnizimi juaj dhe gjithçka që ju është premtuar. Më pas, në ajetin mbijues, Allahu i Madhëruar na e bën të sigurt furnizimin ton, duke u betuar në veten e tij dhe thotë: betohem në Zotin e qiellit dhe të tokës, se kjo që u premtohet është e vërtetë, ashtu si është të folurit tuaj. Kjo do të thotë se çështja është e sigurt dhe serioze, se Allahu është betuar mbi madhështinë dhe fuqinë e tij për të qetësuar zemrat e dobta të robërve të tij, të cilët të dyshojnë dhe kanë nevojë për siguri, duke u thënë atyre se gjithçka që u është premtuar lidhur me riskun dhe pasurinë, apo dhe shpërblimi, dënimi dhe ringjallje, janë mëse të vërteta, dhe se nuk ka asnjë hapësirë për të dyshuar në to. Kjo lloj garancie e lidhur me riskun dhe pasurinë është mëse e vërtetë, por nuk duhet harrojmë se përfitimi prej të mirave materiale të kësaj bote është i kushtëzuar me punën, përpjekjet, seriozitetin dhe durimin, dhe se dembelizmi dhe plagështia janë arsyet kryesore të varfërisë dhe të pravambetjes për këtë botë. Nga ana tjetër, është shumë e gabuar të mendojmë se të mirat materiale të njeriut shtohen duke punuar pa pushim, duke bërë bashkë të lejuarën me të ndaluarën, me qëllim që të arrihet gjithçka që do, se këto të mira paksohen kur njeriu ngrihet mbi nevojat dhe luksin e kësaj dynjaje. Po ashtu, po të kthehemi e të hedhim një vështrim dhe haditheve islame, do të përballemi me terma interesante lidhur me riskun. Kështu në një hadith transmetuar prej profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: nuk ka asnjë mundësi që riskun të mundet ta sigurojë vetëm përpjekja, ashtu sikurse nuk ekziston mundësia që riskun të mund ta largojë dikush që të urren. Në një tjetër transmetim lexojmë se kur një prej shokëve të Imam Sadikut i ka kërkuar atij këshill në lidhje me riskun, ai është përgjigjur: përse duhet të shqetësohesh kur e di që riskun e ke të përcaktuar. Përmendja këtyre haditheve nuk ka për qëllim të ftojë njeriu për të hequr dorë ndaj përpjekjeve, punës dhe mundit. Këto hadithe kanë si qëllim të tregojnë njerëzve që mendojnë se riskun e shton ose e pakson vetëm sasia dhe cilësia e përpjekjeve të tyre. Ata duhet ta dinë se risku është i siguruar prej Allahut. Tu shfaqet një tjetër urtësi që meriton të ndalemi, pasi ajo konsiston në faktin se transmetimet islame përmendin shumë çështje të cilat bëhen shkak që risku të shtohet dhe të tjera që bëhen shkak që ai të paksohet. Secila prej këtyre çështjeve është e rëndësishme në vetvete. Për Imam Sadikut lexojmë të ketë thënë: betohem në atë që e ka dërguar gjyshin tim profet të fesë së vërtet, se Allahu i lartësuar e furnizon robën e tij sipas nderit. Furnizimi që i dërgohet nga qielli është i lidhur me ashpërsinë e fatkeqësisë. Po prej tij citohet gjithashtu: shmangja e keqbërjes dhe e zhurmës e shtojnë riskun. Prej profetit e Islamit, Muhamedit, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij, transmetohet se ai ka thënë: teuhidi, njësimi i Allahut, është gjysma e fesë, e bashkë me dhënien e sadakas, ato bëhen shkak për zbritjen e riskut. Ka dhe shumë forma dhe mënyra të tjera, të cilat gjithashtu përmendet si shkaqe për garantimin, shtimin, kufizimin dhe paksimin e riskut. Këto shkaqe i përmend Allahu i Gjithfuqishëm në Kuranin Kerim dhe ne do të shohim disa prej atyre shkaqeve që përmenden në ajetet që kemi përzgjedhur. Allahu i Madhëruar thotë: sa krijesa ka që nuk e mbajnë dot veten me ushqim, Allahu u jep atyre dhe juve. Ai dëgjon dhe di gjithçka. Surja Ankebut, ajeti 60. Në surën Bekare, në ajetin 245 lexojmë: kush do t'i jap Allahut një hua të bukur, që ai t'ia kthejë shpërblimin shumë fish, Allahu e shtrëngon riskun dhe e liron, tek ai do të ktheheni. Me të vërtetë, Zoti yt i jep me bollëk e ja kufizon riskun kujt e dëshirojë. Ai i di dhe i sheh mirë robërit e vet. Mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë. Ne u sigurojmë ushqim atyre dhe juve. Vërtet, vrasja e tyre është gjuna i madh. Surja Isra, ajetet 30-31. Dhe është ai që ju tregon shenjat e tij dhe ju zbret riskun prej qiellit. Por askush nuk e kujton këtë, përveç atyre që kthehen tek ai të penduar. Sura Gafir, ajeti 13. Që të bëhet edhe më qartë tema jonë se risku është përcaktuar dhe garantuar nga krijuesi i gjithësisë, e shohim edhe në këtë ajet në të cilin lexojmë: ai krijoi në tokë male të palëvizshme që ngrihen lart, e bekoi atë dhe përcaktoi në të furnizimin për banorët e saj me mas për 4 ditë.
Ky është shpjegimi për të gjithë ata që pyesin, sure Fusilet, ajeti 10. Vazhdoj me ajetet të tjera në të cilat përmendet furnizimi i njeriut nga ana e Zotit bujar dhe tregojnë edhe disa shkaqe apo mënyra se si shtohet apo paksohet risku. Allahu thot: Allahu ja zgjeron furnizimin kujt të dojë nga robrit e tij, e dikujt ja zvogëlon. Allahu është vërtet i dijshëm për çdo gjë, sura Ankebut, ajeti 62. Dhe thot Allahu: Vall, a nuk e din ata se Allahu ja zgjeron furnizimin dhe ja ngushton kujt të dojë? Me të vërtet, këtu ka një shenjë për njerëzit që besojnë. I jepja të drejtën e tij të afërmit, edhe të varfrit, edhe udhëtarit. Kjo është më e mirë për ata që e duan kënaqësinë e Allahut. Pikërisht ata do të jenë të fituarit. Ato që i jepni dhurat për t'ju ashtuar pasurinë tuaj përmes pasurisë së njerëzve të tjerë, duke ju kthyer dhuratën me një më të mirë, nuk do të shtohen tek Allahu, Zot të keq përblim. Kurse kur të jepni si bamirësi për të arritur kënaqësinë e Allahut, do t'ju shumëfishohen të mirat. Allahu është ai që ju ka krijuar e ju ka dhënë ushqim. Sure Rum, ajetet 37-40. Profeti i madh dhe miku Allahut Ibrahimi, paqja e Allahut qoftë mbi të, e luti Zotin e madhëruar që t'i begatonte familjen e tij dhe banorët e qytetit të Mekës, edhe pse e dinte se ishte i bindur që Allahu është furnizuesi dhe begatuesi i njerëzve. Kurani e paraqet kështu lutjen e tij kur thot: Kur Ibrahimi u lut: Zoti im, bëje këtë vend qytet të sigurt dhe furnizoj me prodhime banorët e tij, ata që besojnë në Allahun dhe në jetën tjetër. Sure Bekarea, ajeti 126. Dhe, o Zoti ynë, unë kam vendosur disa nga pasardhësit e mi në një lugin që nuk mbillet, afër shtëpisë tënde të shenjtë, që të falin namazin. Prandaj bëj që zemrat e njerëzve të ndjejnë dashamirësi për ata dhe jepu fruta, me qëllim që ata të falënderojnë. Sure Ibrahim, ajeti 37. Lavdërimet dhe falënderimet më të sinqerta i përkasin vetëm Allahut, krijuesit më madhështor dhe furnizuesit të pamat.